Por, gjallë në botë, nuk e mushte meni që ishte gabimuar. I gjithë kohës donatorë. Jo, vlla, kjo është shumë mirë. Shke janë ca njerëz. Po, foni çet dush. Po ku presin e përboje si puna e shkenzinje, ku e legjën. I thotë, ndihmon atë vajzën, i thotë ajo vajza, thank you. Edhe ja bën kështu, thank you, more. Po këtë me aksentin e shkenzinje, u e legjën. Si sta dy emra djerë? Si tha dy emra Dy emra dy arsye. Si tha dy emra dy arsye. Përshëndesim o shkenzen Uruqit, doki ma i mirë i nofës. Igu pa thon dy emra djerë. Gjigant, Allah, gjigant. Fiksat natë thanë dy emra dy arsye. Edhe gjumin e kish marak formë, Xeni për gjumi ishte nona, jepi dorën. Pa erdhë, rekordmen. Rozana, sëriz mikrofonin. Ka veç që ka pesë kore. Kërte për këtë nërë. Nga i tha? Por... Lo. Si e ka dhe? Akira, një mëgjes, babi? Akira yllë. Sa është ora? Se je ma helë. Premtësh. Qërë. Gesti Sidni, Edna, Rejna, Josef, të dëndoja. E ka bërë dhe erat. Të mbjesit të gjithë banorët e shtëpisë që kur thot ai pushon ti pushon. Do të thënë e Po ka. çfarë të thotë kjo për shembull? Për çfarë? Prandaj e kërkojnë lajërtit të thotë pushoj. Pse çfarë do thotë kjo, domethënë, çfarë ka dashur të thotë Laerti me këtë, sipas teje? Për këtë që ka krijuar. Po e bën edhe çik si me humor, me thënë drejtën. Edhe mblidhen ato gjëra që them unë pastaj. E bën se s'është se do të dëmtoj ty ai se bën për të dëmtu ty. Por e bën dhe i qik me humor dhe e bën për të treguar të tjerët. Tash o bëhet me humor, se i çik me humor nuk bëhet. Po i çik ose okay, çik me humor, po i çik tjetër çfarë është? Ja pra po ta shpjegoja. Tash ato e di ai, unë mund të them si e shoh unë. Sipas teje se edhe ne nuk jemi në mendjen e Laertit. Po ishme bën edhe i qik tregoj që ka pushtetet mbi ty, mbi vendimet e tua. Se për çfarë do ta bëj tjetër? Kjo mua më bën pjesë, më dëmton. Po mi pra këto kanë qenë ato gjërat që unë kam parë edhe kam thënë që e luan çik të gjën, e kupton? Se kur të bësh syt kështu ti, kur të afrohet bona dhe thuash, Po pse si ja the ti gjë? ja thash. Pa problem, ja them prapë në sytar, do ta them. Nuk them. ka asnjë lloj diskutimi, sa i të la me fol. Po pra, edhe aty s'po mblet, po i thash mblet, flas. Po do, ulemi prapë, pa problem. Do me thënë. Por ai thot kanë qenë javë e para, thot. Dhe i thash, a mund të maserosh pak marrëdhënien tënde tani, se unë nuk dua të bëhem pengesë një marrëdhënie, s'kam arsye, i thash, pse? Por unë kushoj një gjë, ti më s'ma ndalon, jo s'po ta ndaloj. Atëherë i thash, të kam sharë diku, të kam fyer diku, të kam ofenduar diku, do të kërkoj falje, ma thuaj. Tani i thash, më tregoj çik raportin, që ta di, dhe të them o vlla, ose çat kërkon prej me, më thuaj Roz kështu. Më ke fy këtu, më ke vra këtu. Ha çohemi se po bishin.